Sipas hetimeve të policisë, Sullo Halili nga Tepelena ishte i pastër dhe nuk ishte asnjë precedent penal, një fakt që shqetëson autoritetet lidhur me rrethanat në të cilat ai u gjet i vdekur. Gerasimos Kurukulis, kreu i Silver Alert, ka zbuluar rrugën që dyshohet se ndoqi 27 vjeçari, e cila tani është nën hetimin e autoriteteve. Ai doli nga shtëpia më 4 nëntor, shkoi në Vilia, telefonoi gruan e tij, i tha se po priste të takonte një mik dhe më pas telefoni i tij u fik. Të premten një gjuetar vuri re një makinë të djegur, 27 vjeçari ishte brenda saj. Policia u njoftua dhe që atëherë është bërë identifikimi. U gjet në pjesën e pasme të makinës, ka një plumb dhe makina me sa duket ishte djegur për të zhdukur gjurmët, tha ai. Të afërmit e 27 vjeçarit nga Shqipëria po vajtojnë humbjen e tij dhe kërkojnë përgjigje. Xhaxhai Sullo Halilit thotë se nipi i tij ishte djalë punëtor dhe se nuk ishte probleme me askënd. Jemi të shkatruar, nuk mund ta kuptoj, as unë si xhaxha, nipi im nuk foli fare. Të martën pas dite ai iku. Nëse do ta dija se ku po shkonte, do ta kisha ndjekur. As unë nuk e dija. Ai ka 2 fëmijë të vegjël, foshnja e tij është 1 muajshe. A do gruaja e tij ndim? Ku do ta gjejmë ndihmën? Dhe fëmijët e tij, ata janë mes 4 rrugëve. Ata nuk kishin probleme. E pyeta edhe vajzën. Ajo tha se nuk kishin probleme, nuk tha asgjë. Si nipi im ishte punë shtëpi. Tani nuk e di. U shpreh xhaxhai i tij. Çfarë deklaroi gruaja e 27 vjeçarit? Ai kontaktoi gruan dhe informoi se kishte mbërritur në Vilia dhe se po priste një mik të tij. Miqtë e tij shprehen se ai do të takonte një zonjë që e kishte takuar së fundmi përmes TikTokut. Mjeti i 27 vjeçarit u gjeti parkuar në hyrje të një fushe basketbolli në Atik, ndërsa brenda mjetit u gjetën vetëm cigaret dhe një xhaketë e tij. Njëkohësisht, sipas informacioneve, gruaja e 27 vjeçarit gjatë dëshmisë së saj para autoriteteve u pyet për profilin femëror në TikTok, ndërsa tregoi edhe personat që kishin qenë në kontakt me bashkëshortin e saj kohët e fundit. Ajo zbuloi gjithashtu se burri kishte marrë mesazhe kërcënuese 3 vjet më parë nga ish partneri i saj, i cili thotë se ishte xheloz, por ata nuk ishin takuar kurrë. Ajo gjithashtu dorëzoi të 2 telefonat e saj celular. Familja e tij është tronditur dhe bën thirrje që të gjenden ata që pas krimit të tmerrshëm, që la një të ri viktim dhe një familje të shkatruar. Mediat greke shkruajnë se 27 vjeçari kishte të njëjtin emër me një kriminal të njohur, çka ngre dyshime se identiteti i tij mund të jetë ngatruar me një personazh të botës së krimit. Autoritetet po përpiqen të zbulojnë saktësisht se çfarë i ka ndodhur 27 vjeçarit, ndërsa hetimet janë përqendruar në Vilia, ku u gjet automjeti i tij i braktisur. Autoritetet po këshyrin pamjet filmike dhe po zbardhin dëshmit për të identifikuar saktësisht se çfarë ndodhi dhe kush e rrëmbeu 27 vjeçarin nga vendi i ngjarjes. Autoritetet besojnë se i riu nuk është përfshirë në rrjetet e organizuara droge ose armësh, ndërsa përjashtohet përfshirja e tij në vrasjen e një kriminali disa ditë më parë. Për më tepër, sipas policisë, emri i tij është i njëjtë me emrin e një personi shumë të njohur në botën e krimit, i cili është i përfshirë në shumë vrasje. Megjithatë, sipas avokatit të familjes së tij, Aleksandros Papainadis, mundësia që 27 vjeçari të jetë vrarë gabimisht sepse kishte të njëjtin emër me një kriminal nuk duket të jetë e vërtetë.